Qyteti i Vindëturit në Zvicër është bërë shtëpi për shumë shqiptarë që erdhën këtu që para viteve 90. Prej disa dekadash, ata janë përpjekur për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe besimin e tyre, duke ndërtuar një komunitet të fortë dhe të bashkuar, por kjo nuk ka qenë dhe aq e lehtë. Shqiptarët në Zvicër janë një komunitet i madh dhe i rëndësishëm. Zyrtarisht jetojnë rreth 300.000 shqiptar, por në të vërtetë numri i tyre mund të shkojë edhe deri në 500.000. Ndodhem në qytetin e Vindëturit, i cili bën pjesë në kantonin e Zyriut, dhe këtu prania e shqiptarëve është mjaft e dukshme. Ato përbën një pjesë të rëndësishme të diasporës shqiptare këtu në Zvicër, të cilët vijnë kryesisht nga Kosova, Maqedonia dhe më pak nga Shqipëria. Gjithë Zvicër në numri i saktë nuk dihet, ka mbi 500.000 shqiptar, mirë po Vindëturi që tash numëron afro 12.000 shqiptar. Shqiptarët këtu janë aktiv në fusha të ndryshme, duke filluar nga shoqatat kulturore, fetare, sportive. Ato gjithashtu janë pjesë edhe jetës politike dhe shoqërore të vendit. Ata shpeshherë mblidhen për të organizuar aktivitete të ndryshme me karakter kombëtar dhe fetar për të ruajtur kështu identitetin e tyre të origjinës. Komuniteti shqiptar në Vindëtur e vlerëson besimin si pjesë thelbësore të jetës dhe identitetit të tij, dhe për këtë ka shërbyer Qendra Kulturore Islame e Vindëtur si një pikë takimi ku ruhet dhe zhvillohet tradita fetare e trashëguar nga brezat, duke forcuar lidhjen me rrënjët dhe vlerat shpirtërore. Por cila është historia e kësaj qendre e cila daton që në fillim të viteve 90 dhe si u themelua ajo? Unë këtu në Vindëtur kom ardhur në 1987. Në xhami kemi shku te turqët një shtëpi vjetër, e ne ka fundi në 92 që është kur kanes. Kemi qenë në xhamin e turqëve të u falë xhuma. E ne kur e falëm xhuman në dolëm. Ka kanë në 4 orë mbasditë. E ne kur dolëm, e ne u shpërnda, unë shkova në rrugë dhe me në qëtër e unë, një ditë mbjatën më mbas. A i ka kënë piku më nuafë. Ka shku në Turki dhe në Turki është, ka vde, ka në gjallë se dhej. A i e murën e një agji Latif qëtëp. A i në pjevë në zgostivarit. E ne a i ishte ata. E ne u dolla pat më para, dësha të shkojnë shpe. E ne a i më fishkëllavë në ndarës. Dhe hjestë të ko, shkova unë në vas, a i tha ta nisim tha një xhami. A bën. E në ato i kishin ato letrat për t'i pagesa vetë. Ato blokat, i kishin me viti. E në i tha nota një, a i qak i tha, unë e kërkuj filoni. Thash, po unë e kon mikë. Ta si veti e mitë? Ta firme në ato vejë më shpe. E në një taksist, a i taksisti, ka pas ma ato 3, ka pas ma shumë kontakt. E në ajë taksisti e gjithë një xhami, një vetë. Një vetë, për ta marrë me qira, e në i njiftë atë italion ishte ajë. Që kishtë objekti. 5 veta një u dha. Une një, miku, taksisti, edhe këto di këtu që ka ishin me no. 5 veta një u bonene, ato i murën kretë ato letrat e në najse. E në mu më thamë lisë pare ti, ku thi është e vlisë pa. Lësën gjenit shqiptar tjerë dhe i ftonit që të Po. Kështu u hap xhamia para për. Po, atëherë u hap xhamia pa. Që është që kërë qullëm nga xhamoj, u buëm 3-6 vete ishim dukët. Më njerë u buën antarë shumë xhamoj, qatë që i dulëm faqëbarve në ataj. Historia nis këtu, në këtë rrugë, në rrugën Tell Shtrase,
në prill 1992, një grup shumë i vogël shqiptarësh themeluan qendrën që do të shërbente si klub komunitar, njëkohësisht edhe si xhami. Numri i emigrantëve shqiptarë që vinin në këto vise, pas viteve 90, filloi të rritej dukshëm, kështu që lindi nevoja për të pasur një vend ku do të mblidheshin së bashku dhe të praktikonin besimin e tyre në një shtet si Zvicra, ku xhamit nuk ekzistonin në këto anë. Këto gjendimis që tash në Telshtrase, në Winterthur, ku s'pari herë u themelu Bashkia Islame Shqiptare në Winterthur, në vitin 1990. Në fillim, nuk i kishi bashkëkushte, si na konvenjendoshin neve, por shkakin se kishim një restoran të vogël, dhe blikti ishte të 150 metri katror ishte. Objektet i kemi ndrru shumë. Dherë kemi konë këtu, mante kemi konë në që në të madhë që i thonë, mante më të ba, e shtash e fundit është ta qene ku imi qëtash. Pasë ndem, gjdo muj u rritë numri, arritëm deri 300 veta mena 3 mujve. Këtu në ndetëm parafrasisht 4 vjetë. Te kjo, godin këtu mrenda, qka i shofim me ato njërë bardhë, dretarët e kuqe. Masë e madhe, zonë vinë më shumë gjemat, më shumë njërës, shkak e saj, dusht pa tjetë të ndrojmë objekti. U shpërngujëm për këtojtë se gjithmonë mendojshin me diçka ma mirë e ma mirë gjena. E gjetëm një vend tjetër ku ishte lokali maj mas, se u rritë numri antarve. Po ne mendavëm sot ka 200 franga mujë për mujë, tapëm që ta mbajnë për... Kjo për s'di djerë kur ka ka. Që ta mbajnë Tiranë, xhamajës mundim të pakumë. E mbas asaj, mrenda kohës nuk shkuj, mbas një mujë, farë një mujë, më një në atë kohë, u bunë më shumë antarë se sa duhuj. Që është që jam rajtë më të qëllimin e pakushim pa problem. U hap për herë pasi xhami, mirë po e shfrytëzoshim edhe kompletësi si klubi i shqiptarëve, se ishte një ndër klubet e para në Winterthur që u hap. Tu takoheshim gjithë shqiptarë nga gjithë treva shqiptare. Tu janë bo afro 10.000 shqiptarë dhe ka nevojë edhe qëtonë edhe xhamijat, edhe klubet, edhe krejt. Këtu janë më tepër të Kosovës dhe të Maqedonisë. Po, gjithmonë ka qenë në rajon që për xhamej, ne kemi institucion për xhamej. Hapja një qendre kulturore dhe fetare këtu nuk ka qenë edhe aq e lehtë. Pasi si tregojnë vetë shqiptarët, kanë kaluar peripeci të ndryshme në kërkim të gjetjes së një objekti me qira të përshtatshëm për nevojat e tyre. Për 3 dekada me radhë ato kanë ndruar disa vende të ndryshme, por ëndra e tyre ka qenë ndërtimi i një objekti nga fillimi. Numri i antarëve të xhamisë u dyfishua shpejt. 5 vjet më vonë, godina që ata kishin me qira nuk i përmbushte më nevojat e tyre. Ata u detyruan të kërkonin një vend më të madh dhe e gjetën atë në Geiselweidstraße. Bas Telshtrasës, më njerës e gjithë një objekt këtu, si është një ju para njerës jashtë, është dikatëshe. Pjesë e poshtme është e kena pas kafeteri, ku si pjesën e nashë kemi pas asfaltore. Në vitet 1996 në kumba për herë të parë në Zvicër, e kom gjetë këtë xhamin që është e prapa meje. Tuni është herë e ditë që jemi, prej vitit 1996 deri vitin 2001. Tu e bushin tubimet, dash për kombin, dash për ferën, e në tu bashkoshin cilë, se ne jemi një generatë e parë që ishim pa familje. E në kohën bas orarit punës, me shpirt prit që bëjmë ke xhamie, ke objekti. E në tu bisedoshim, pishim kafe, qaj, bushim planet tona, tashme, çfarë bëjmë, çfarë presim të ardhmen. E në kohë këto i bom një 4 vjetë, se di, 4 vite ose 5 vite i bom këto. Edhe sot e shohim vetë se ku është efekti. Shqiptarët e kemi rujtë edhe traditën, edhe kombin, edhe gjuhën. Kjo është një efekti numër 1. Edhe sigurisht edhe besimi. Vështirësia kështu nuk kemi pas e kemi ato kushtet që ka lip komuna, shembull, këtë kemi plotësuar. Se vitin e parë kur kemi ardhur kemi pas vetëm katin nalt. 2 vite ka qenë ashtu. Mandej, çaq në ushtuar xhamati, pa çete dushim të marrëm edhe këta mund patëm fat shumë. Këtu e lirohen ata ai pronarin e tha më një herë këtë çete. Një kohë gjatë kum kanë Katar, e xhamis pjegje Telshtrase këtu edhe në Matembap.
ku do shkojmë tashme. Kompjutere s'kemi ditë, i punojmë me këtë me laps, me fletuare. Po elhamdulillah, ne kanë besau, e ne kemi akat të qojnë punën. Di vladhi mi që këtë e kanë vla këta mësë, edhe këtë e kemi imi këta bashkë. Shumë gjumatë më rritë këtë, shumë. Më rritë në të koha që ka konë hoxha, Imami Johan ka konë si student, ishte atjere, për ishte në kohën e Ramazanit. Për ka qenë mëllaj Kupa Sipi ka qenë edhe këto. Një fshatari jonë, mëllaj Mele, ato kanë qenë këtë kjo xhami këto. Për ligjëratën, për kohën e Ramazanit. Ka qenë organizimet, kanë qenë, këtu ka qenë shumë me. Fromfeldi atjere nuk ishtë xhami. Fromfeldi, atjere ato të Fromfeldet vishin edhe këtu, edhe dhe rrethines që ishin këtu ma afër, mishin pjesë të në këtë xhami, mandaj ato e bon xhamin e vetë atje, normal se u largohen atje, ne uqën për këtu, shkohen Matemba. Matemba atje prapu rinjallë, hala ma mejrë, pageset kanë qenë shumë mirë, s'kemi pas kur njerë probleme. Kur vjeshin pageset e xhami dhe objekteve të lokala, këtë në regel, muj për muj, kemi pagujt në u gjallar me krejt. Jo, i martohën, këmë qena më këmi qenë pa familje, unë personalisht vetë këmë konë 12 vjetë pa familje. Në vitin 88 që ku marrë këtone, deri 2001-2010. Që e koha, më në kanë qenë edhe shumica kanë qenë pa familje, më ndaj zonë t'i marrën familje. Amo na jo nuk penguj si i prunë familje. Alo ma miru bo, si i prunë edhe fëmijë, do. Mësim besimi për fëmijë vazhdoj pitën të strase. Çdo kush është i bransheve të ndryshme, dhe kush punon në ndërtimtari, dhe kush në përzira, do me thonë takomi çdo ditë, ndoshta jo, po ditë deri në 3 herë në javë, po se po takona dhe i rishikojmë aktivitetet tona që duhet bën, çka kena bën, si duhet, do me thonë, shkojmë atë tjetër ashtu. Kjo është e gjitha mënyrë vullnetare. Vullnetarisht kjo ka filluar nga prindërit tanë, nga këto që kanë kontribuar, do me thonë, prej fillimit, vullnetarisht ka fillu edhe vullnetarisht është deri tash edhe inshallah vullnetarisht edhe përfundon. Një është mallëngjimi vendlingjes që kena lënë atje, do me thonë që të kena të gjithë kushtet, si që kena pas atje dhe si që kena atje, edhe e dita është për t'u lënë me fëmijëve tanë që ka rritën, që brezat tanë të arshëm të rritën me kulturën edhe feneve. Gjithmonë që ta e qatë të kishim në ploni si të arrim qëllimin të bëjmë një xhami 3 pit themeli. Pas një largimi të detyruar nga pronari i ndërtesës, në vitin 1999, ata duhet të largoshin edhe prej këtu, duke u kthyer sërish aty ku ishin në fillim, në Tellstrasse, por e dini shumë mirë se kjo hapësirë nuk ishte e mjaftueshme. Pas kërkimeve të gjata, ata gjetën një vend në Kronaustrasse, por kjo solli ndarjen e komunitetit shqiptar në 2 qendra. Në vitin 2004, ata u vendosën në Matemba-Strasse, ku përfundimisht gjetën hapësirën e duhur prej 839 metra katror. Gjendemi në Matemba-Strasse ose në rrugën e Matenbahut që i takon qarkut të Dojtvekit. Në vitin 2005 kam fillu punën si imam i këtij xhamati në këtë vend. Ka marrë në Zvicër në vitin 2009-2010, e kanë gjetë në thënë këtë objekt këtu, që e shfrytëzonte si xhami dhe restoran. Kushtet ishin me të vërtet shumë të mira në pjesë dhe mu për fillim më duke interesant se si funksionojnë xhamit në Zvicër, se ishte edhe fillimi i ardhjes time në Zvicër dhe dallonte shumë nga xhamit tona atje në Abdhe. Momentet që unë kam ardhur këtu, numri i xhamatit është shtu dhe jehona e kësaj xhamie nga si ka qenë një ndër xhamit e bukura në tërë territorin e Zvicrës, ku vizitohej nga shumë xhamatlinj të xhamive të tjera. Ditët e premta rritin mbi 500 numri i xhamatit dhe jantarëve e tekaloi numrin e 400. Në ndërtesën ku jemi ka patur dikundit të 836 metër katror. Në këto 836 metër katror, neve kemi patur kafeterin e xhamis, kemi patur klasën e xhamis, kemi patur zyrën e kryesis dhe kemi patur faltorën e grave, kemi patur edhe faltorën e burrave. Ka qenë edhe një dhomë e imamit në këtë vend, ashtu që nuk kemi patur mundësinë që ta blejmë atëherë kur shitej ky vend,
dhe transferohen në Circhalstrasse dhe prej atje ka qenë një etapë, një fazë e re, derisa vëm blerjen e vendit në Schlachthofstrasse, numër 16, ku është godina apo ndërtesa e re, xhamia e re jonë, qendra jonë. Po çka ish më interesant se këtu në këtë xhami u vrej domethënë bashkimi i fuqishëm i xhamatit këtune, nga se kishte shumë problem me fqinjt të cilët nuk ja dojshin të mirën islamit në këto vende, është normal, dhe bëshin provokime ndryshme, kështu që e detyroan pronarin e këtij objekti, domethënë të na japet na largojnë nga ky objekt, dhe kjo ishte sfida më e madhe që u ballafaqu ky xhamat dhe ishte domethënë ajo tash ishte domethënë momenti që u desh të marrim hapat shumë të rëndësishëm se çka do të bëjmë dhe ku do lëvizim. Dhe në atë kohë ishte shumë rënd të shkojsh diku me xhamat 400 persona ose antar prej 400 persona, nga se di se vendet e parkingut edhe kur dëgjoni se është bisedohet për xhami nuk vishin as në diskutim, dhe ishte një sfidë e madhe dhe për fat dhe për këmbgulje të madhe, domethënë njerëzve që punojshin natë ditë me gjetë një lokacion, i arritëm qëllimit dhe në vitin 2019 kaluam në Circhalstrasse 300, ku edhe atje kemi vazhduar aktivitetet e tona deri në ditët e sodit. Tash është lehtë përmendim për xhamin, nga se janë mbi 5 xhami në Zvicër që janë ndërtuar nga themeli, po në atë kohë funksionojshin si në mënyrë të klubeve dhe qendrave kulturore islame, dhe normal kish njerëz fanatik që normal nuk ishin kundër islamit dhe pjesëve organizimeve islame që bëheshin këto vende. Paragjikimet janë shuar dhe tashmë ato janë njoftuar me islamin edhe në brendi, nga se janë frekuentojnë tash edhe Zvicran në xhami dhe njoftohen, domethënë edhe nxënësit në shkollat e fillore dhe të mesme i vizitojnë xhamit me profesorët e tyre dhe njihen drejt për drejt me islamin, njihen drejt për drejt me muslimanin dhe e shohin se është ai islam ndryshe nga ata që kanë mësuar apo kanë dëgjuar jashtë. Ne dal nga dal dhe kemi arritur në atë finalen më të madhe, në atë ëndën e madhe që kemi dashur të ta shohim një realitet, dhe këtë realitet inshallahu taala mendoj se e kemi arritur dhe që ta gëzojmë bashkërisht me tërë xhamatin e kësaj xhamii. Në vitin 2010, ata u detyruan përsëri të lëviznin duke u vendosur në Zürcherstrasse. Kjo do të ishte edhe ambienti i fundit që do të merrin me qira, pasi tashmë ëndra për të pasur një ambient të tyren po fillonte të bëhej realitet. Këtu qëndruan për rreth 14 vite. Në vitin 2017, ata arritën të blinin një ndërtesë në rrugën Schlachthofstrasse. Kjo hapësirë ofronte mundësinë për ndërtimin e një xhamie të re nga themeli. Në rrugën e Zürichut kemi qëndruar 13 vite dhe prej atij ka lind ideja që edhe pse çdo herë ka qenë një ëndër e të gjithë xhamatit tonë që ne fillojmë dal nga dal përpjekjet e tona që të bëjmë një objekt tonë. Sfidat kanë qenë të lloj-llojshme, ka patur vende që kemi shkuar kinse të bëjmë kontrata, nuk kemi arritur dot derisa përpjekja e fundit ajo që u bë në vitin 2018, kur neve e gjetëm këtë vend, ka qenë një garazh e cila ka posedu edhe një shtëpi këtu. Ndërtimi një xhamie në shtetin helvet kishte një kosto marramëndse prej miliona eurosh. Kryesia, antarët e xhamisë dhe xhamati dhanë shuma të konsiderueshme, por kjo nuk mjaftonte. Ndaj ky grup i vogël shqiptarësh u duhej të kërkonin ndihmë bashkombasve të tyre dhe përgjigjja ishte e menjëhershme. Është shumë normale se me një sumë marramendëse u dashje her pas here neve bëjmë manifestime të ndryshme, nga më të ndryshmet, për ndërtimin për ndërtimin e xhamisë. Kryesia e xhamisë e përbër nga 13 antar u angazhua me vendosmëri në gjetjen e burimeve financiare për ndërtimin e saj. Përpjekjet e tyre ishin të shumta dhe të pandërprera, duke mos lënë asnjë mundësi pa e shqyrtuar. Në fund, ata vendosën të ndërmarrin rrugën më të vështirë, por edhe më fisnike, organizimin e fushatave të bamirësisë, duke ftuar shqiptarët kudo në botë të kontribonin për këtë vepër të madhe.
Krahas kryesisë, kësaj nisme ju bashkua edhe grupi I njohur si Këmishat e Bardha, me rreth 80 vullnetarë, që dhanë një ndihmesë të jashtëzakonshme në organizimin dhe zhvillimin e fushatave të bamirësisë. Të parë që dhuruan pa kursyer ishin vetë anëtarët e kryesisë dhe vullnetarët, duke dhënë shembullin e sakrificës dhe përkushtimit. Por ishte përgjigjja e shqiptarëve brenda Zvicrës dhe jashtë saj, ajo që vulosi suksesin e kësaj nisme, duke bërë të mundur mbledhjen e shumës totale prej 9.5 milion eurosh. Në 25 shtator 2022, u hodh gurthemeli I xhamisë shqiptare në Vintetur. Fillimi I ndërtimit ka qenë në fund të prillit vitin 2023 dhe ka zgjatur dikun afërsisht 17 muaj. 17-18 muaj, një vit e gjysmë. Punimet vijuan me ritme të shpejta. Të gjitha kompanitë që punuan për ndërtimin e xhamisë ishin kompani shqiptare në Zvicër dhe pothuajse të gjitha punuan pa asnjë lloj pagese në këmbim. Brenda 2 vjetësh përfundoi ndërtimi I godinës. Kjo është edhe xhumaja e fundit që falet këtu, në këtë ambient me qera të improvisuar si xhami. Besimtarët mezi e presin hapjen e xhamisë së re. Të nderuar vëllezër, sot është një ditë e veçantë, e prekur nga ndjenja të thella, sepse kjo xhuma që po falim është e fundit në këtë xhami të dashur. Në këtë ditë të bekuar të kësaj xhumaje, ne I themi lamtumir kësaj xhamije, një vend që për vitet e tëra ka qenë streh e lutjeve, e përkushtimit dhe dashurisë son për Allahu Dhul Gjelal. Sot, ndërsa falin xhuman e fundit këtu, zemrat tona janë të mbushura me mallëngjim. Çdo lutje që kemi falur në këtë vend të shenjtë, çdo hap që keni bërë drejt kësaj xhamie, është bërë me dashuri dhe devotshmëri për Zotin ton të lartë madhërisëm. Përndërsa I themi lamtumir kësaj xhamie, ne nuk I themi lamtumir asaj që ajo ka përfatësuar për ne. Pas 3 dekada shpërpjekje, shqiptarët e Vinteturit më në fund I arritën qëllimin të tyre. Ato mundën të ndërtojnë xhaminë shqiptare Vinti. Ndërtesa që shkoni pas meje është xhamia e cila do të shërbejë gjithashtu edhe për të mësuar gjuhën shqipe, për të mësuar mësimet rreth besimit, gjithashtu edhe për të kryer ritualet fetare. Kjo xhami është ndërtuar nga të ardhurat e mbar shqiptarëve gjithandej, të cilët kanë kontribuar vullnetarisht. Një ditë përpara hapjes solemne, xhamia e re ju prezantua xhamatit, antarëve besnik që kanë pritur me durim për dekada. Ata falen dhe namazin e parë brenda mureve të saj, duke shënuar kështu një çast historik për komunitetin. Për shumë prej tyre, ky është një nga momentet më të bukura dhe më domethënëse të jetës. Pas më shumë se 30 vite shpritjeje dhe pasigurie, tashmë ata kanë xhamin dhe qendrën e tyre kulturore, të qëndrueshme, të përhershme, pa frikën se një ditë do të duhet të largohen sërish. Sot është dita e parë që xhamati tonë ja prezantuam xhamin, për shkak se nesër është hapja solemne për gjithë mysafirët, ja prezantuam xhamin, kaluam shumë bukur, inshallah dhe nesër të kalojmë bukur. Që 33 vite, pin 91 e presim. Emisioni nuk ka skazame, nuk mundi ta përshkruaj, nuk mundi ta sot. Elhamdulillah, shumë mirë. A përfundoi ashtu si më mirë apo?
si kur e kena para pa në plan, është bo ma mirë se bile se e kena para pa. Shumë i knaqëm, edhe i gëzushëm. Pse di qka këta? Nartë, rhinë, qëftot flinë, shumë, i knaqët dhe shumë. E në shëqirë që i mrejnë ashtë. Se edhe unë e kom pak më, të zdejet si shkon tonë. Për pëqim nuk ka koment, di qka të ush. Tregon vetët. Punë e mirë e tregon vetë. Këtë është në regullë. Asë në gjonë nuk mungon. Xhamia më duket pa koment. S'kemi qka të folim. Është shumë e mirë, shumë e bukur. Edhe me shpirt e kemi prit kreditet ta, bukuria. Ma në fund t'i arritën qëllimit. Xhamatit me siguri se ju pëlqej, ju duk shumë mirë xhamia, ajo është domethënë kontributi i tyre që kanë kontribu këtu dhe tani e shikojnë më në fund çka kanë kontribu dhe çka kanë investuar në këtë xhami. Më 29 shtator 2024, me një ceremoni madhështore u bë hapja solemne e xhamisë. Pjesëmarrja ishte përtej parashikimit. Shqiptarë nga gjithë vendet e Europës, por edhe më gjerë ishin të pranishëm, në shenjë mbështetje dhe solidariteti me këtë grup të vogël që arriti të përfundojë një punë kaq të madhe, për të treguar edhe një herë se kur shqiptarët bëhen bashkë, gjithçka është e mundur. Mes të ftuarve të veçantë në inaugurimin e xhamisë shqiptare në Winterthur, ishte edhe një zë i rëndësishëm siç është përfaqësuesja e çështjeve fetare Francisca Drizen Reding. Ajo përfaqëson kantonin e Zyriut dhe ka vite që punon për të forcuar bashkëpunimin mes komuniteteve fetare dhe institucioneve publike. Ja çfarë thot ajo për xhamin dhe shqiptarët e Zvicrës. Ja, endlich hat die albanische Community in Winterthur ein wunderbares Gebäude, eine Moschee. Sie waren so lange schon dran, sie haben gespart über Jahrzehnte und jetzt endlich ist das Resultat da und wir vom Kanton Zürich sind stolz und dankbar, dass sie das geschafft haben. Der Kanton, die Regierung, die hat keine Religion. Also das heißt, sie ist religiös neutral. Aber man arbeitet gerne mit allen Religionsgemeinschaften zusammen, die für die Gemeinschaft, für alle etwas tun. Und das tun zum Beispiel die Muslime jetzt im Kanton Zürich, vor allem in der Seelsorge, in den Spitälern, wo sie da sind fürs Gespräch, in den Asylzentren, in den Gefängnissen, dort, wo die Menschen Betreuung brauchen und ein Gegenüber brauchen. Da sind die muslimischen Gemeinschaften genauso wie die christlichen und die jüdischen für die Menschen im ganzen Kanton da. Ich habe niemals problematische Personen kennengelernt. Das sind etwa 300.000 in der ganzen Schweiz. Und ganz besonders natürlich, als vor 25 Jahren mit dem Krieg viele aus dem Kosovo und albanischsprachige Menschen in die Schweiz kamen, sind viele Freundschaften auch entstanden. Und es gibt sogar SchweizerInnen, die Albanisch gelernt haben. Ich denke, die Schweiz hat offene Arme. Man empfängt die Menschen, die auch Probleme haben. Nicht immer. Auch in der Schweiz gibt es solche, die das nicht möchten. Die nicht möchten, dass Menschen sich bewegen, dass Menschen unter Umständen flüchten müssen. Das haben wir überall, in jedem Land. Aber ich denke, all die Menschen, die sich hier heimisch fühlen, man sieht das Beispiel hier an der Moschee, die 26 Fenster, die stehen für die 26 Kantone, die wir in der Schweiz haben. Also diese Leute, die sind hier unterdessen. Sie sind vielleicht in zweiter, sogar dritter Generation hier. Und das ist wunderbar, wenn so eine Gemeinschaft entstehen kann, die miteinander weiter nach vorne gehen kann. Ja, ich habe natürlich schon andere Moscheen gesehen. Ich würde jetzt sagen, es gibt keine, die ich gesehen habe, die vergleichbar ist jetzt bei uns im Kanton Zürich mit der, die hier gebaut wurde. Es ist extrem viel Spirit dahinter. Man merkt, dass unzählige Freiwillige mitgeholfen haben, dass das gelingt, dass die lange, lange daran arbeiten mussten, bis es klappte und dass es ein Zusammenspiel war von ganz vielen Menschen, auch von der Stadt Winterthur, auch von den Verantwortlichen in den Behörden, dass das überhaupt so realisiert werden konnte. Pamjet e xhamisë dhe gjithë kompleksit flasin vetë, madhështore dhe moderne, e ndërtuar për të shërbyer plotësisht qëllimit për të cilin u ngrit. Objekti Shkoxha e Mati ka dikun të rreth 2200 m2. Në katën përdhes kemi zyrat për krysjen, kemi edhe dhoma për mbledhje që do t'i majmë,
kjo dhomë për rinin, që ka do të rinë rinia, tani vazhdojmë me abdesin, po ashtu kemi edhe toaletat, si për mashkull, për femra edhe për invalide. Tani vazhdojmë në hapësire tjetër ku do të kemi një dhomë gjumi për imamin që ka do të vje si zavendës për kohët e Ramazanit apo për kohët e pushimit, ku nuk do të kemi imamin këtu në ne, që kemi të regull, do të marrin dhe një misafir. Tani vazhdojmë në restorantin e xhamisë, ku e kemi edhe një kuzhinë, po ashtu e kemi një pjesë të ndame për duanxhit, që ka do të pinë duanin, po ashtu edhe një pjesë në katër bardhës është terasa, që ka do të rrimë jashtë të bëjmë abete sende qëta. Pjesën ndërto kena parkinget atjene që ka do të shfrytëzojmë për makina për të parkuar, janë rreth diku 23 parkinge, po ashtu kemi edhe 2 dhoma teknike, një për aerosjen, një për elektrikën, po ashtu edhe ujtin edhe nxemjen. Tani kemi edhe një dhomë për ku do t'i marrin mjetet për pastrim, hipim tani nalt. Tash në katën e dytë kemi sallën kur do të mbahet namazi, ku do të falemi, është kogja e madhe, është kogja e bukur, po ashtu kemi edhe klasën aty ngjit me faltorën. Tani vazhdojmë, kemi edhe një dhomë për imamin, ku e ka zyrën e vete. Tani kemi edhe një dhomë për gjininë femrore, që kanë kafeterinë e vetë aty, kanë edhe për marrjen e abdesit, po ashtu edhe toaletat. Tani në katin e tretë është hapësira e faljes së grave për ta kryer namazin atyne. Edhe tani në gjatë në mash kemi edhe 2 hapësira terasa të mëdha. Edhe komplet në objektin në anës gjatë të xhamisë janë 3 birova që i japim na me tjera, që do të shfrytëzojnë njerëzit për bizneset e tilla, për bizneset që kanë ata ne. Inaugurimi i xhamisë bëri jeho në gjithë trojet shqiptare, duke tërhequr vëmendjen e komunitetit, por edhe të mediave vendase, të cilat transmetuan dhe shkruan gjerësisht për këtë objekt të ri që i shton vlerë qytetit. Ritmi i jetës, nxitimi dhe punët e përditshme nuk i kanë penguar këta shqiptarë që të mblidhen së bashku për të hapur qendrën e tyre kulturore, e cila më pas do të ndihmonte ato për të ruajtur identitetin e tyre kulturor dhe fetar, gjithashtu do të ndihmonte ato për të promovuar kulturën dhe gjuhën brezave të rinj, të cilët lindin dhe rriten tashmë këtu në Zvicër. Pas 30 vjetësh, shqiptarët në Winterthur kanë krijuar një komunitet të fortë dhe të bashkuar. Aktivitetet kulturore, sociale dhe fetare janë një mundësi për të lidhur dhe për të mbështetur njëri tjetrin. Një ditë pas inaugurimit të xhamisë, secili antar i kryesisë paraqiti raportin e tij mbi organizimin e këtij eventi madhështor. Të kënaqur me rezultatet e arritura, ata mbetën gjithmonë vigjilentë dhe të gatshëm për të përballuar sfidat që mund të sjellë ardhmja. Mes e jelët në mbledhjen e parë, mbas hapjes së lemrit që e patëm, e kam një falënderim për ju, pas asaj punës, do të thënë sfidave që kena pas prej fillimi,
Ju e keni di se neve na ka prit një punë e madhe. Ju e dini se ne kemi pas sfida. Ju e dini se kontributin që keni dhënë ju për hapjen e xhamisë, për shërbimin e xhamatit. E ne andaj unë zyrtarisht këta unë ju falenderoj juve pa mas, i falenderoj gjithë kontribuesit që kanë kontribuar për këtë xhami. I falenderoj gjithë këmishat e bardha që kanë kontribuar, që kanë qenë paralodhshëm, domethënë për gjithë këtë manifestim që kena pas gjë. Edhe si rezultati i asaj ka treguar, domethënë që ajo organizimi perfekt që ka qenë. Kemi fjalë të mira nga njerëzit, kemi fjalë të mira nga gjithë. Domethënë kur i shikojmë rrjetet sociale, domethënë falënderimet janë pafundta. Andaj unë në emrin tim, sekretar i xhamisë, ju falenderoj juve pa mas. Allahu është përbleft. Edhe inshallah kështu do të vazhdojmë edhe më të tjerë. Përshtypja e mysafirëve ishin veçanërisht për spari unë pata kënaqësinë të përcjellit dy fotograf që kem bo fotot të xhamia e Vilit dhe të xhamia në Cullgën. Ato ishin të fascinuar nga koncepte jonë nga vizatimin nga koncepte që ka kena ndërtu. Nuk kishin ngejme një nga fotot që bojshin ato, ishin dy vetë. Pastaj ishte edhe ajo e lanë botës edhe ato bon foto. Pastaj kur hinen mysafirët si grupe firës që ka i përcjellsha grupet, ishin të fascinuar edhe ata që ka shifshin nga xhamia jonë që kena ndërtu. Faleminderit të gjithëve. Unë si aktari xhamisë edhe antari kryesisë du njerë këtë grupin këta të faleminderoj që nuk kem përkran në momentet që ja desh ma shanë sikur që kemi pas tribunat, sikur ditën e gjeshme. Kjo në bon neve të mburëna krejt që xhamati jonë me gjithë shqiptarët ka do që janë që në përkrahën neve në këtë projekt dhe në është një besim i math për ne që ato në përkrahën me 4 milion fronga. E mbarun këtë krejt me një sukses shumë të math. Edhe kjo të regoj dje me ardhjen e gjithët një mysafirëve që kanë, të regun se interesi ka kon i math. E në ne ja dolëm, e në inshallah e gëzojmë ne, e në gëzojmë armëreja jonë, krejtë tonë, e në tjerët e në tjerët. E në inshallah dhe jesë e ki një vend që dhe në qenë dhe njerë dhe një ndohaneve që kemi konsulir dhe tohët. Unë jam antari kryesisë xhamisë Vintëturit, jam obliguar me detyrën e gastronomisë që të organizoj këtë për hapjen soleme që kemi pas për xhamin tonë. Ju falenderit shumë, ne kemi pas një përkrahje shumë të madhe nga restoranet shqiptare këtu në Zvicër, kështu që ne kemi prit shumë për adive, po ato e kanë dy fishuar apo kanë 3 fishuar ato që kanë thonë më herët. Ne dje kemi pas dykun më shumë se 3.000 veta ku na kanë vizituar dhe kanë qenë shumë të kënaqur. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme, ku ne kemi ofruar 3.000 ushqime dhe kanë qenë gjithë të kënaqur. Ne arritëm qëllimin që patëm, kështu që edhe një herë falenderit shumë dhe sfida shumë na presin dhe vazhdojmë, kemi edhe shumë po. Edhe unë si përgjithësi inventarit kisha dje, desha një dy fjalë të faleminderoj gjithë grupin që ishin afër meje me ato sfidët që i patëm. Shikër Zotit edhe u realizun, ja dullëm. Zotit shpërbleft në këtë botë edhe në botë tjetër inshallah. Faleminderit gjithëve. Përgjegjës për grupin e marketingu dhe grupin e brikjes mysafirëve që ishim, stafi janë numëronte diku mbi 30 persona. Diçka shkoi sipas protokollit që ka parapan, edhe pse duke se diçka domethënë pazakonshme dhe pamundshme që atë njerëz ta vizitojnë xhamin, po fal asaj organizimit tonë dhe asaj gatishmërisë tonë, jemi aty dhe përgatitjeve më para që jemi bërë, ju e dini shumë mirë se jemi pas një sër mbledhjesh para asaj kohe, edhe ju dha mundësia se cili ta vizitoj xhamin dhe pa pengesa dhe pa çështje tjera. Edhe mysafirët tjerë që ishin delegacionet nga komunën, nga vendet tjera, nga Adeu, nga diaspora e shqiptare, edhe ato ngelën ditë kënaqët edhe
befason me këtë organizim dhe me këtë pritje dhe përcjellje të mysafirëve dhe të organizimit shumë të mirë. Ato në më thonë ngellën krejt pa koment se ishte një diçka e jashtëzakonshme. Shka ishte interesant se patëm edhe përkthim simulativ, që falenderoj edhe imamin Bekim Halimi që na mundsoi atë proces ku secili gjerman folës apo shqip folës i përkthej domethënë programi në gjuhën e tij amtare dhe ky e lehtësonte domethënë edhe për ata se kishin ardhur ta ndjekin programin edhe e kuptonin komplet programin edhe krejt fjalimet. Kjo është diçka e mrekullueshme. Unë jam shumë i kënaqur nga ajo që ndodhi dje. Ne duhet të vazhdojmë, më thonë organizime tjera, tash na presin sfida tjera. Ky objekti është, po objekti pa njerëz, po organizimi ngel aty ku është. Ne duhet të vazhdojmë kontaktet me komunën, me qytetin, me kantonin duhet të vazhdojmë si kanë qenë deri tash. Lidhjet tona me shqiptarët na duhet po ashtu të vazhdojnë. Edhe ky vend nuk do të jetë edhe nuk duhet të jetë vetëm një faltore thjesht, por do të jetë një vend piksinimi dhe i bashkimit shqiptarëve dhe idealeve tona, qofshin ato fetare apo kombëtare. Faleminderit juve të gjithëve për raportet që ka i dhatë. Allahu ju shpërbleft inshallah për mundin që e keni bërë juve dhe stafin tuaj dhe inshallah të mbahemi ende me stafat që i kena, të mbahemi ende me njerëzit që kanë ndihmojnë edhe ta dini se ose ta dim se nga tani fillon puna më e madhe që na pret neve përpara. Inshallah do kena suksese edhe në tavën, ashtu siç kemi pas suksese deri tani dhe na prifte mbara. Allahu shpërbleft inshallah. Megjithse komuniteti ka arritur shumë, sfida të reja dalin përpara. Rinia shpesh ndjen presionin e asimilimit, por dëshira për të ruajtur kulturën dhe besimin mbetet e fortë. Reja vogël kam qenë në xhami, edhe kam qenë pjesëmarrëse e kësaj xhamie, edhe gjithmonë ka qenë xhamia edhe religioni im një pjesë e jetës time, shumë e madhe edhe atë. Edhe çdo edhe kur e kam pa që po e ndërtojnë një xhami që do të jetë e jona edhe aty shumë jam gëzu. Besimi në Zot për mua është ta jetosh. Është ta kesh në zemër, është jetë, kështu me thonë. Është jetë edhe kur e ki besimin në Zotin edhe gjithçka është më e lehtë. Gjithnjë kur e kam vendu shamien e kam patë edhe si një ndjenë princeshës kështu me thonë, se edhe kështu e kemi mësu edhe ashtu me të vërtet është, nuk është vetëm fjalë që kur e vendon shamien ndjesh si princeshë, si me thonë, ma mirë ndjesh, po është e vërtet ashtu. Edhe me u marrë me besimin se ajo t'jep si ndjenë më të mirë edhe t'qetëson. S'ka edhe me ardhë frika ma e madhe, mundesh me thonë e kam Zotin pra meje edhe sot me i frikë askujt përveç Allahut. E kuptojnë besimin, janë edhe këto besimtarë, normalisht se kemi kejt fenë njëjtë, ama liri është këto në Zvicër. Edhe ajo është shumë gjë e bukur edhe kurse kam pas vështirë me jetu si muslimane. Dhe kam mësu prej mamit, prej babit, edhe e kam edhe gjuhën time shqip, jam mësu prej kur kam lindë edhe kena fol ma shumë shqip. Normalisht folim edhe na herë gjermanisht, ama ma shumë shqip folim kështu. Shqiptarët e Vindëturit kanë treguar se përmes bashkëpunimit, pasionit dhe angazhimit, gjuha dhe besimi i tyre do të vazhdojnë të jetojnë. Historia e tyre është një shembull i fortë se si identiteti kulturor mund të ruhet në një botë në ndryshim. Si zakonisht xhamit çdo herë kanë luajtur rolin e tyre në diasporë. Çdo hall, çdo dert, çdo sfidë që kanë patur vendlindja në thënëzëri i xhamive, jehona e xhamive, me të vërtet ka qenë ajo krahu ose fuqia më e fortë e popullit tonë shqiptar. Çfarë roli ka xhamia për në diasporë, mund të themi se në çështjen e mbajtjes së fesë, në thënë është xhamia ajo që gjeneratat që vinë pas i zhvillon
mundohet që fëmijët e tyre të edukohen në frymën islamit. Në këtë xhami tentojmë që në të ardhmen të fusim edhe mësimin e gjuhës shqipe, nga se edhe kjo është funksionale dhe mund që të bëhet shumë lehtë. Edhe pse çdo herë i kanë patur dyert e hapura që krahas lëndës fetare, besimit fetar, po të njëjtit nxënës të zhvillojmë mësimin edhe në gjuhën anëtare shqipe. Thjesht me thonë roli i xhamisë në diasporë është mbrojë identitetin fetar, kombëtar, zhvillohet, njihet me kultura tjera, të njihet dhe zhvillohet me punët, me lloj çështje shumë që vetëm që mund ta çojmë përpara popullin tonë dhe gjeneratat e reja tonë. Xhamia shqiptare në Winterthur është më shumë se një vend për lutje. Ajo është një qendër e bashkimit, edukimit dhe integrimit, një simbol i forcës dhe dëshirës për të ruajtur traditat dhe identitetin në një vend të ri.